Bregallnica e Shtipit, pas disa sezoneve në ligën e dytë, të shtunën pas fitores në gjirën e fundit të kampionatit kundër Pobedës së Prilepit, siguroi kualifikimin në ligë të parë. Skopje me fitoren 5-1 kundër Detonit Pllachkovica siguroi pozitën e dytë dhe balotazhin për kualifikim në elitë ku do të përballet me ekipin AP Brera nga Strumica. Balotazh për kualifikim në ligë të parë ka siguruar edhe ekipi i Shkëndijës së Araçinës, e cila u kthye me fitore 4-2 në transfert me Kamenica Sasa. Skuadra e Kozhuvit, Teteksit dhe Kamenica Sasa do të përballen në balotazh, ku do të mundohen të ruajnë mbjetesën në ligë të dytë. 5 skuadrat e fundit, si Bardari Negotinës, Prespa, Sloga e Minicës, Pobeda dhe Golemo Konjari, do të kalojnë në një rang më poshtë në ligë të tretë. Rezultatet e gjirës së 30: Bregallnica Pobeda 6-0, Kamenica Sasa Shkëndija Araçin 2-4, Skopje Detonit Pllachkovica 5-1, Prespa Bellasica 0-2, Ohri Sloga Binic 7-1, Novacio Sogovo 3-3, Teteksi Golemo Konjari 6-0 dhe Bardari Negotin Kozhuvi 0-5.